الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Falënderimet më të sinqerta dhe më të plota janë për atë që I përkasin lavdet, madhrimet dhe falënderimet për Allahun Gjelle Gjelaluhu. Zoti ynë ty të qofshim falë për çdo mirësie, për çdo begati që fale e dhurove. Të lutemi ty o Allah, shtoje mirësinë dhe begatin tënde për gjithë secilin prej nesh, ja Rab. O Zoti ynë, ty të lutemi udhëzoj zemrat tona për tek më e mira, për tek më e bukura, për tek më e fishmja. Ti ai I cili jep udhëzimin dhe orientimin atë që ti e udhëzove në rrugën e drejtë. Kush mund ta devijojë nga rruga jote, ja Allah? Dëshmojmë se I vetmi që me drejt meriton adhurim, askush tjetër përveç Ti. Është vetëm Zoti I faljes, Zoti I mëshirës, është Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dëshmojmë se I dashur I zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe I dërguar I Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet e selamet tona si më I madhi profet, më I mirë njeri, atij familjes Ti të pastër, shokëve Ti nderuar. Zot, ty të lutemi, fali, mëshiroj, bekatoj të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën edhe besimin e pastër, ja Allah, sa të ketë jetë mbi sipërfaqen e tokës. Amin. Zoti ju nderoj të gjithëve motra edhe vëllezër që jeni sot prezent këtu në këtë xhami, në xhuman e parë që falet në xhaminë e madhe të namazgjas në Tiranë. Zoti ju begatoft edhe qoft ky hap, edhe qoft kjo çelje dhe inaugurimi I kësaj xhamie si arritje më I mirë dhe më I madh për të gjithë besimtarët e shqiptarisë. Në vitin e 6 të Hijretit, 1400 besimtar bashkë me dërguarin Allahut nisën që të kryejnë haxhin për në Mekë, për në Qabe. Rrugës I dalin paria e Mekës për t'i penguar që mos ta kryejnë haxhin. Dhe aty ka ndodhur ajo që quhet Sulhul Hudaybiyah, paqja ose marrëveshja e Hudejbijes. E thret profeti alayhi salatu wassalam Aliun, Zoti qoftë I kënaqur me të dhe I thot Ali, thot shkruaj thot tekstin e marrëveshjes. Dhe thot shkruaj thot Bismillahirrahmanirrahim. I thot ai që ishte nga pala e Mekës, nga I dhujtarët e Mekës, çfarë Rahman thot edhe çfarë Rahim thot. S'ke për ta shkruajt aty. Ke për ta shkruajt Bismika Allahumma, me emrin tënd o Zoti im. Dhe detyrohet profeti alayhi salatu wasallam thot shkruaje kështu thot, siç e kemi pas shkruajt përpara. Thuaj te aty marrveshja shkruaje Hadha ma qada alayhi Muhammedun Rasulullah. Kjo është ajo e cila do të vendosi Muhamedi I dërguari I Allahut. I thot pala tjetër, jo thot, po ne po të besonim që ti je I dërguari I Allahut, nuk ishim këtu, nuk do të pengonim ty me hyrë në Mekë siç po të pengojmë sot. Atëherë thot shkruaje do të po deshe me bë marrëveshje Muhamedi I biri Abdullahi. Aliu radhiyallahu anhu refuzon që ta fshi Muhammedun Rasulullah. Dhe I thot nuk e bëj kurrë I dërguari I Allahut. Nuk mund ta fshi dora ime thot edhe gishti im thot fjalën Resulullah asnjëherë. Derisa I thot profeti alayhi salatu wasalam ma trego ku është fjala dhe e fshin vetë me dorën e vet profeti alayhi salatu wasalam. E aty te kushtet kishte kushte shumë të padrejta në pamjen e parë dhe në dukje. Derisa thuhej se kush vjen nga Mekja për tek muslimanët nuk pranohet, kurse kush vjen nga muslimanët për në Mekë pra tek I dhujtarët kthehet pra fenë e parë pranohet. Dhe mërziten shumë shokët e profetit alayhi salatu wasalam se I duket e padrejtë në pamjen e parë. Ndërsa I dërguari I Allahut që kishte vizionin
që merrte sinjale dhe merrte mesazhe prej Allahut xhaleshanu gëzohej me atë që po sillte Zoti xhaleshanu se po vinte paqe, e Zoti don paqen, don harmoninë, don mirësinë, don qetësinë, don stabilitetin, Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe i thot profeti alayhi salatu sallam sahabëve të shokëve të thot, "Çoni thot tash I therni kurbanet që I kemi me vete thot për haxhin, edhe do qethemi thot siç bëjnë haxhinët edhe do kthehemi." Asnjë nuk lëvizte nga vendi, subhanallahu. 3 herë I dërguari Allahu thot, "Çoni thot derisa nuk lëvizte njëri, ndiheshin të zhgënjur, ndiheshin sigurisht e diçka e padrejtë, sigurisht në përkëmbur dinjiteti I besimtarëve dhe I muslimanëve, ndiheshin sigur ishte për çmuar feja." E profeti alayhi salatu selam ngrihet vetë, detyrohet, e bën kurbanin vetë I pari, madje edhe qethet si çdo haxhi që shkon atje në viset e shenjta, derisa çohen besimtarët pa qef fare, se thuhet që kanë qenë edhe duke lënduar njëri tjetrin se nuk po kuptoshin se çfarë po ndodh. E në kohën që kthehen nga Medina, nga Mekja për në Medinë, aty midis rrugës Allahu xhaleshanu I shpall Kur'an edhe I zbret një sure, "Inna fatahna laka fathan mubina." Ne ty o Muhammed dham një çlirim të qartë, derisa gëzohen besimtarët me sjarriqin që I dha Allahu xhaleshanu. Thot Imam Zuhri, rahimehullah, Zoti e mëshiroj, "Vallahi thot kanë fituar muslimanët thot me atë paqe që bën, me atë marrëveshje paqe që bën, atë që se kanë marrë me asnjë rast tjetër." Asnjë rast tjetër, shkon 1400. U mor vesh thot për Islamin, për marrëveshjen e paqes. E kush do të më mësoj për Islamin, mësoj e mas 2 vjetësh, kthehet profeti alayhi salatu sallam triumfator me 10.000 vet, subhanallahu. I shumë fishon Allahu xhaleshanu besimtarët. I shumë fishon Allahu xhaleshanu besimtarët. Kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Thuaj me mirësinë e Allahut edhe me mëshirën e Tij, kjo është gjëja më e madhe me të cilën mund të gëzohen besimtarët, më shumë se sa çdo gjë tjetër që mund të ketë vlerë materiale në këtë jetë. Kur I vinin Omerit radiallahu anhu pasuritë edhe thesaret e Irakut, dikush I tha, gëzohu tha me mirësitë edhe me mëshirën e Allahut, dhe kishte për qëllim këtë ajet. Pasha Allahun, vallahi jo tha. Vallahi jo tha, e di për çka ka zbrit ky ajet. Pasha Allahun, udhëzimi I Allahut, drita që e Zotin zemër, orientimi I shpirtrave, feja dhe besimi që mbush zemrën edhe shpirtin e besimtarit, është më e mirë se gjithçka tjetër materiale. Pasha Allahun që është një dhe një vetëm. Ky është ajeti I Allahut që e zbriti Allahu xhaleshanu. Vëllezër edhe motra, sot me që është edhe xumaja e parë, desha të ndaj me ju diçka dhe t'ju them diçka që mendoj se është shumë e rëndësishme. Një dhuratë kaq të madhe sa kjo, xhami dhe ky kompleks, vallahi vetëm Allahu madh mund bëj tilla dhurata për besimtarët. E kanë meritu besimtarët musliman, se Allahu xhaleshanu me urtësinë e Tij dhe me mirësinë e Tij nuk jep gjë kot, subhanallah. Ne jemi njerëz e nuk bëjmë gjë kot. Ta'ala Allah, I lartësuar është Allahu xhaleshanu, si mund bëj gjë kot, subhanallah. Sa kemi prit, vallahi, e sa kemi bë dua dhe lutje që të hapet kjo namazgja dhe kjo xhami e madhe. Allahu Akbar, o Zot, më I madhi ja ku jemi sot, po falim xhuman e parë, dje inauguruam për Zotin që është një dhe një I vetëm. Ajo që na takon ne, si besimtar musliman, është që ne ta adhurojmë Zotin xhaleshanu me shpirt dhe me zemër. Ta adhurojmë Allahun xhaleshanu me dije, që ta adhurojmë Allahun xhaleshanu me pastërti, të duam më shumë njëri tjetrin dhe të lidhemi më fort dhe të vllazërohemi me njëri tjetrin akoma më tepër dhe të jetojmë në jetën tonë në çdo moment si besimtar të vërtet, se Allahu xhaleshanu është ai I cili I lehtëson sebepet, I hap rrugët dhe jep hapësira për te atyre që neve kemi menduar. Ai është më I miri, ai është më I madhi bujar Allahu xhelalu. Gjithashtu desha t'ju theksoj diçka tjetër. E kam nga përjetimet e mia dhe besoj se shumë prej jush çdo ditë përballeni me sfida, përballeni me situata. Dhe do më thoni që këtë drejtë të hoqë se e kemi provu edhe vetë neve, nuk jam më I zgjuar edhe as më I miri për jush, vallahi. Por desha të them se të gjithë sukseset edhe fitoret vinë me sinqeritet, me durim të madh, me mençuri, me dashuri të madhe për punën edhe për Allahun xhaleshanu,
me bashkëpunim sinqert edhe pa hile, me siguri tek parimet që na mësojnë neve feja jone pastër dhe e bukur, pa qenë nevoja që shkelesh parimet, edhe pa qenë nevoja që me deviju nga e vërteta. Nëse besojmë fen ton të pastër, nëse besojmë Kur'anin, nëse besojmë profetin alayhi salatu wassalam dhe metodën e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, pasha Allahun që është një dhe një vetëm, duhet të ecim vetëm tek e drejta dhe asgjë tjetër përveç saj. Duhet të ecim vetëm tek e drejta, mundohemi me drejtën dhe t'i lutemi Zotit Xheleshanu na japi sukses tek rruga e profetëve. Dhe t'i themi Zotit, o Zot, na bëj shembull neve ja Allah, që rruga e drejta kuptojnë edhe njerëzit që rruga e drejtë të çon, që rruga e drejtë bën të arrish në destinacion, që rruga e drejtë është ajo e cila duhet, ndërsa hilet, manovrat, skemat, që të gjitha këto nuk çojnë, edhe nëse do të jepni një sukses ose një rezultat, nuk do të ishte ai i duar dhe ai nuk quhet sukses vallahi. Por vetëm se me drejtësinë edhe vetëm se me mirësinë Allahu Xheleshanuhu. Tjetër gjë që është shumë e rëndësishme. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Me të vërtetë ata cilët i ndërtojnë xhamit ose shtëpitë e Allahut janë ata që besojnë Allahun edhe ditën e gjykimit, ditën që do dalin para Zotit, e falin namazin, e japin zakatin dhe nuk i friksohen askujt tjetër përveç Allahut. E ka shumë mundësi që këta të jenë prej të udhëzuarve, të orientuarve tek i madhi Zot. Vëllezërit e mi dhe motra muslimane, ata cilët e ndërtuan këtë xhami dhe këtë kompleks, siç e shikoni edhe vetë gjej rastin t'i falenderoj, mbase nuk është e udhës që çdo rradh trim duhet falendëruar. Po pasha Allahun e meritojnë, se shiheni vetë në çdo detaj, me amanetin më të madh dhe me përkushtimin më të madh, që neve të na falin jo vetëm një xhami, por një vepër arti, që zbukuron gjithë Tiranën dhe gjithë shqiptarinë vallahi. Kështu që Zoti ja shpërbleft, edhe Allahu Xheleshanu ja ktheft me mirësi me shumë fish kush është kujdes, ata cilët kanë donatuar dhe kush është kujdes, edhe kush e ka bërë me amanet në detajin më të vogël, me përkushtimin më të madh. Ama çfarë thon dietarët e Islamit? Thon ndërtimi i shtëpive të Allahut është dy llojesh. Një është ndërtimi material dhe fizik, ndërsa tjetri që është akoma më i rëndësishëm, dhe këtu del roli jonë dhe stafeta jonë, që ato të ndërtohen nga ana shpirtërore dhe të mbushet jepet jetë. E nuk ka kuptimi pari pa dytin. Vëllezërit tanë që e ndërtuan e bon këtë xhamin ai lan neve amanet. E ne kemi amanet që t'i japim jetë saj xhamie dhe gjithë xhamive të tjera të shtëpive të Allahut. Me lejen e Allahut Xheleshanuhu do t'ja japim amanetin, e do t'i japim hakun amanetit inshallah, dhe të gjithë do t'i japim jetë saj xhamie të bukur. Saj xhamie që është kaq madhështore vallahi, që ta gëzojnë gjithë besimtarët musliman. E lut Zotin Xheleshanuhu që neve na bëj që ta kuptojnë se ne në këtë moment, a e kuptoni, po kalojmë në faza tjera, ne si musliman bim duke u pjek. Dhe neve duhet ngrihemi nga ana shpirtërore, por duhet ngrihemi edhe nga ana fetare dhe intelektuale gjithashtu. Dhe sfidat që neve na presin ose me cilat do të përballemi janë akoma më të mëdha. Pasha Allahu nëse neve do të mundohemi që ne të realizojmë këto që po themi, do të na japi Allahu Xheleshanu hapësira dhe mirësi shumë të mëdha sa kaq. Do bëhemi shembull i mirë për përhapjen edhe për përçimin e mesazhit që neve Zoti Xheleshanu na e përcolli në librin tonë të shenjtë që e besojmë me shpirt edhe me zemër. T'ja japim më të mirën që ne mundemi edhe posedojmë komunitetit, por t'ja japim edhe kombit ton dashur, se kjo është detyrë dhe është amanet, me lejen e Allahut Xheleshanu si pjesë shumë e rëndësishme e shoqërisë tonë. Vallahi e kemi amanet. Vallahi e kemi amanet që t'japim më të mirën tonën. Ta gëzojmë xhamin e madhe të namazgjas, ta gëzojmë të gjithë shqiptarët dhe të gjithë besimtarët, por jo vetëm. Dhe lut Allahun Xheleshanu që neve të na forcojë dhe të na zbardhë fytyrën në mbajtjen e këtij amaneti. Amin. Rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nuk mundem asesi vallahi që ta mbyll hutben time
pa thënë diçka që ma ndjen shpirti dhe zemra. Kam shërby si imam dhe xhamia Xhura 22 vjet. E kam nisë atë punë ose këtë mision, këtë shërbim që në momentin që kam dalë nga bankat e shkollës 22 vjet, subhanallahu. Sa herë kam shku e kam marrë këta e xhami, me mira herë, subhanallahu ilazim. Sa herë jemi falë me vëllezërit me atë xhamat mrekullueshëm në atë xhami. Sa herë na e kanë kënaq shpirtin, jo vetëm ata, por të gjithë besimtarët, duke i mbush rrugët dhe duke i mbush ambientet e xhamisë me lutje, me dua, natën edhe ditën për Allahun xhaleshanu. Sa lutje të bukura janë gjithë për tek Allahu xhaleshanu nga ajo xhami. Sa eksperienca të mira dhe të bukura, sa shumë dashuri që më kanë falë ato vëllezër. E sa mbështetje më kanë dhënë. E vallahi ka pas momente që falesha në xhami përpara dhe më rridhni lodhët nga kënaqësia që ndjeja me vëllezërit e mi musliman në xhamin Xhura. Vallahi kërkoj Allahun atyre të gjithëve, nuk mund ta mbaj hyjtën atje sot, duhet ta kisha mbajtur atje mbase. I kërkoj Allahun dhe i them Allahu ja shpëblef me të mira për gjithçka vallahi. Mbase edhe momentet e vështirësisë edhe sprovat që kam kaluar atje, i kuptoj tani që më kanë shërbyer vetëm për mirë. Edhe neve ato na pikin edhe më shumë, na japin edhe më shumë sabër, skalisim durimin, fitojmë më shumë maturi edhe mençuri. Merrni sprovat si tilla, nuk janë sprovat vetëm këndvështrimin e keq, merrni ani po anën pozitive të tyre. Allahu xhaleshanu atë që do në sprovon, vallahi. Janë sprovu profetët e Allahut, janë sprovu njerëzit më dashur e uliat e Allahut, më shumë se kushdo tjetër. E pasha Allahun, sot e gjej veten këtu midis jush, në këtë xhami të madhe me një amanet të madh. E lutë Allahun xhaleshanu të më japi forcë dhe të më japi maturinë e duhur, të më japi sinqeritetin. Wallahi do mundohem që të jem këshillues i mirë, do mundohem që të jem imam i drejtë, do mundohem inshallah që të jem vllai i mirë për gjithë secilin prej jush. E gjithashtu pranoj me dashamirësi më të madhe këshilla. Pranoj mbështetjen e juaj, pranoj gjithçka të mirë që bën për jush me lejen e Allahut xhaleshanu. E lut Zotin, e lut Allahun xhelle xhelaluhu, që neve të na japi hajrin edhe mirësinë e kësaj pune, edhe na zbardhi fytyrën këtë jetë edhe ditën që do të dalim përpara Tij. Amin. O Zoti ynë, ty të lutemi, ja Allah, shtoje mirësinë tënde për gjithë secilin prej nesh, ja Allah. O Zot, ty të lutemi, ja Allah, na inspiro vetëm të mirën, edhe bëhu, ja Allah, drejtuesi dhe orientuesi jetës gjithë secilit prej nesh. Lutemi, ja Allah, mos na nxirr neve nga përkujtesja jote hyjnore. Ai që doli nga përkujtesja jote hyjnore e humbi udhën edhe rrugën, ja Allah. O Zot, gjunahet edhe mëkatet tona janë të shumta, po mëshira edhe mirësia jote, ja Allah, është më e madhe se gjithçka tjetër, prandaj na përfshine me falje dhe me mëshirën tënde, ja Allah. O Zot, ty të lutemi, na ndriço zemrat, mendjet, shpirtrat tanë, ja Allah. Mbushi me dashuri për Kur'anin famlar, mbushi me dashuri për profetin, mbushi me dashuri për ty, ja Allah, dhe me dashuri për çdo besimtar dhe besimtare, me dashuri për kombin tonë dhe për çdo gjë që është e mirë, ja Allah. Largo prej nesh edhe prej të keqes, ja Allah, siç largove lindjen nga perëndimi. O Zot, ty të lutemi, ti je më i madh i falës. Na falne, fali prindit tanë, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin. Zoti ju nderoj, Zoti ju shpërbleft. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salat.